Temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin kanë rritur ndjeshëm rrezikun nga zjarret, veçanërisht në hapësirat e hapura dhe zonat pyjore. Pikërisht për këtë arsye, Komuna e Gostivarit gjatë ditës së sotme organizoi mbledhjen e Këshillit Lokal për Preventiv, ku morën pjesë përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore. Në fokus të takimit ishte koordinimi ndërinstitucional, shqyrtimi i nivelit të bashkëpunimit dhe masa që duhet të ndërmerren për parandalim të zjarreve, si dhe reagimi sa më efikas në rast të paraqitjes së tyre. Udhëheqësi i Njësisë Territoriale kundër zjarreve Jusuf Bajrami ju bëri apel qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal dhe të respektojnë masat parandaluese. Bajrami theksoi se njësia disponon kapacitete për të përballur me situatat, por se nevojiten edhe mjete shtesë pune për të rritur efikasitetin dhe shpejtësinë e intervenimeve. Apelojmë deri tek të gjithë qytetarët që të bëjnë kujdes me zjarret, sidomos në hapësirat publike, në pyje, fusha e kështu me radhë, si dhe bashkëpunimin tonë me policinë që nuk ka munguar asnjëherë, edhe tash që të vazhdojmë të bashkëpunojmë dhe të jemi më siqel në lidhje me sidomos me rrugët e mbyllura gjatë sezonit tonë që është i ngarkuar me mërkimtarët. Policia duhet ta bëj punën e vet, njëjtë edhe ne ta bëjmë punën tonë më lehtësisht. Kemi njerëz mjaftueshëm për intervenime, edhe me automjetet, pak a shumë automjetet na duhen edhe automjete më të vogla për rrugë të ngushta, si dhe automjete me më shumë tonazh të ujit për raste të tilla si në vendet malore, mirë po, tash për tash jemi të përgatitur për çdo rast, kemi 4 automjete për intervenim dhe për këtë verë mendoj që do t'ja dalim, janë të mjaftueshëm. Nga Qendra për Menaxhim me Kriza theksuan ndalesën për qarkullim në përpije për personat fizik, si mas për të parandaluar rrezikun nga zjarret, të cilat gjatë sezonit veror mund të marrin për masa të paparashikueshme. Tash, siç e dini, funksionon edhe numri 112, që mundet numër është pa pagesë, 24 orë në funksion të qytetarëve. Tash si e përmendi edhe kryetari, për 107 ka ndalesën për pyjet. Tash ndalesa vlen për persona fizik, ose ato nëse kanë dëshirë duhet paraqiten në për vot fjalë për komunën e Mavrodhës në Parkun Nacional, që marrin leje, që mos shkaktojnë zjarr ose diçka të padëshirueshme. Tash duhet çdo kusht kemi kujdes për zjarret. Ajo është obligimi i çdo qytetari. Nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim u theksua se krahas masave operative, rëndësi të veçantë ka edhe ngritja e vetëdijes qytetare, sidomos tek të rinj, si mënyra më efikase për parandalim. Në aspekt të preventivës kemi çdo vit ne marrim iniciativë nëpër shkollat fillore dhe të mesme për ngritjen e vetëdijes në qendrën e qytetit, pankarta, fletushka, si të mbrojtë ambienti. Në këtë mënyrë bëjmë në aspekt preventivës, por kurse kjo operativës, drejtoria jonë këtë mos gabofsha para dijave, drejtori bëri edhe një thirrje publike të angazhojnë persona që kanë kryer ushtrinë ose në Ministrinë e Punëve të Brendshme, mund të paraqiten te drejtoria jonë. Gjithsesi ato persona që kanë aftësi për të menaxhuar me automjete specializuara që kemi nga ushtria, Hermelina, tanka që janë të adaptuara për shuarjen e zjarreve në hapësirë, janë të misardhur gjithë ato që janë të licencuar me vozitjen e këtyre automjeteve specializuara. Ndërkohë, prokurori Azbi Hyseni foli për pasojat ligjore me të cilat përballen personat që shkaktojnë zjarre. Ai theksoi se personat që shkaktojnë zjarre rrezikojnë që të dënohen nga 5 deri më 10 vite burg. Sa i përket pikës së parë, shkaktimit të zjarreve, neni 288 i Kodit Penal parasheh veprën penale shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm. Një element i cili e parasheh edhe zjarrin. Secili person i cili do të shkaktojë zjarr dhe me atë do të rrezikon jetën e qytetarëve apo do të shkaktojë dëme të mëdha, në veprën penale bazë parashihet burgim deri në 5 vjet. Në nenin 292, vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme është nen i kualifikuar apo më i rënd, ku në qoftë se kemi edhe viktima apo dëme të masave të përmdhaja. Kështu që këtu parashihet edhe burg deri më 10 vjet. Besoj se duhet kur të bëni apelimet të organet që janë në front,
duhet edhe masat represive të merren ekstrakte nga ligji dhe të shihet se me çfarë lloj dënimesh mund të ballafaqohen po që se bëjnë ndonjë nga veprimet e palejuara. Në përmbyllje të takimit, kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani theksoi se bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet të gjitha institucioneve mbetet kyç për garantimin e sigurisë së qytetarëve, mbrojtjen e pronës dhe reagimin e koordinuar ndaj çdo situate të mundshme të zjarreve. Të vazhdohet bashkëpunimi institucional, ndërinstitucional, me të vetmin qëllim që të shërbejmë qytetarëve, pa marrë parasysh kush cilën institucione prezanton. Unë besoj që të gjithë kemi të njëjtin qëllim që t'ju shërbejmë qytetarëve tanë, edhe besoj se edhe ky takim gjithsesi do të ndikon pozitivisht në atë bashkëpunim ndërinstitucional, normal konform atyre kanaleve ligjore me të cilat ne duhet të komunikojmë njëri me tjetrin, por gjithsesi duhet gjithmonë të dalim krah njëri tjetrit për t'u shërbyer deri në fund të qytetarëve të komunës tonë. Deri më tani nuk raportohen për zjarre të përmasave të mëdha në territorin e komunës së Gostivarit, ndërsa institucionet apelojnë për kujdes të shtuar gjatë ditëve me temperatura të larta.